Gjatë pelegrinazhit të tërmit të martave në kishën e Shëndot në Laç, në këtë zonë do jetë funksionale një pikë e posaçme mjekësore për të ardhur në ndihmë besimtarëve që vizitojnë çdo javë këtë vend të shenjtë. Mjek, infermier dhe staf i specializuar shëndetësor janë në gatishmëri të plotë për çdo emergjencë, ndërsa pranë kishës është vendosur një autoambulancë me medikamentet dhe pajisjen e nevojshme për ndërhyrje të shpejtë. Kishërinë që kryet tani çdo të martë në këtë vend të shenjtë do të vazhdoj edhe për ditët tjera gjatë sezonit veror pas 13 qershorit, sepse këtu vinë një numër i madh pelegrinarësh nga të gjitha anët edhe gjatë sezonit veror. Dhe këtu duhet të jetë dhe do të vazhdojë të kishërim për muajin veror në vazhdim. Rastet janë nga më të ndryshme, problemet si që folëm më përpara të hipertensionit, të diabetit, dhe nëse ka raste të më të komplikume, kena shërbimin e ambulancës, mund të bëjë nga renale të Lezhës, të Spitalit Tiranës, më dhe Spitalit tonë të Laçit, dhe rastet janë mundu në afat ose në kohë. Besimtarët e konsiderojnë këtë një mbështetje të rëndësishme, sidomos për të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore që marrin pjesë në aktivitetet fetare. Është zakonisht mirë ky shërbim këtu. Unë tash si më shumë kam nevojë për një e kam këtu gati që ka bën jashtëzakonisht mirë. Edhe kanë gjetë njeriu në duhet se këta njëf qish kalamo është i shërbe komunitetit me shpirt. Këtu vitit e tigri në është mirë shumë, ka gjitha antë, bile nga jashtë. Ajo që të shne, një Amerikane këtona ishte me vajzën e mikut tim, ka Amerika kësta. Po më vjen mirë që a zhvu një qener shëndetësore këtu në kishë Laçit. Është në po, të gjithë. Ndërkohë që kështesim që njëve, e kryet të shumë? Po, e kryva me njëherë këtu sipër, të kisha Laçit. Do të thotë që kjo është një vend edhe? I shajt, po edhe doktorat janë shajt, si thënë. Shërbimi mjekësor pritet vijë gjatë sezonit veror, duke mbetur funksional pranë kishës së Laçit dhe pas përfundimit të pelegrinazhit të tërmit të martave.